Hijreti, kthesa që ndryshoi historinë. Mekka është një qytet i trazuar. Për më shumë se 13 vite, profeti Muhammed a.s. ka thirrur në tauhid, adhurimin e një Zoti të vetëm. Thirrja e tij ka përçarë shoqërinë kurejshite, ka sfiduar rendin ekonomik dhe fetar dhe ka shkaktuar persekutim sistematik ndaj pasuesve të tij. Transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu se muslimanët faleshin fshehurazi, rriheshin dhe torturoheshin. Bilal ibn Rebah radiallahu anhu shtrihej mbi rër të nxehtë me gur mbi gjoks, duke thënë vetëm Ehad, Ehad, një. Kur persekutimi arrin kulmin, profeti alayhis salam u lejon sahabët të emigrojnë në Abisini, pastaj në Medinë. Kurejshët mblidhen në Darren Nedwe. Vendimi është ekstrem. Nga çdo fis do të zgjidhet nga një i ri për të vrarë profetin alayhis salam njëkohësisht, në mënyrë që gjaku i tij të shpërndahet mes fisëve. Allahu përshkruan këtë moment në Kur'an. Dhe kur jo besimtarët komplotonin kundër teje për të burgosur, për të vrarë ose për të dëbuar. Surja Enfal 30. Profeti alayhis salam urdhëron Ali ibn Abi Talibin radiallahu anhu të flejë në shtratin e tij për të kthyer amanetet e Mekasve, sepse edhe armiqtë e tij i besonin ndershmërisë së tij. Ai del nga shtëpia pa u vënë re. Transmetohet se ai lexoi: Ne u kemi vënë atyre pengesë përpara dhe pas tyre, Sura Yasin 9. Profeti alayhis salam dhe Ebu Bekri radiallahu anhu strehoheshin në shpellën Theur. Ndjekësit arrin deri tek hyrja. Ebu Bekri friksohet. Profeti alayhis salam i thot fjalët që historia nuk i harroi kurrë. Mos u frikso, Allahu është me ne. Surja e Teube 40. Buhari dhe Muslim transmetojnë se Allahu i mbrojti dhe armiqtë u kthyen mbrapsht. Pas një udhëtimi të vështirë, profeti alayhis salam hyn në Mekë. Qyteti gumzhin nga gëzimi. Fëmijët këndojnë Talal Bedru Aleina. Veprimet e para të profetit alayhis salam nuk janë politike apo ushtarake. 1. Ndërtimi i xhamisë. 2. Vëllazërimi mes muhaxhirëve dhe ensarve. 3. Karta e Medinës, bashkëtesë me hebrejt dhe fiset e tjera. Kjo ishte një shoqëri e ndërtuar mbi drejtësi, besim, përgjegjësi morale. Hijreti nuk ishte hikje, ishte strategji, besim dhe sakrificë. Aq e rëndësishme sa kalendari islam fillon prej saj, jo nga lindja e profetit alayhis salam, por nga momenti kur Islami u shndërrua në realitet shoqëror.